Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka zhvilluar një takim me kryesinë e Degës në Belgjik, nga ku denoncoi masakrën zgjedhore në Shqipëri. Berisha tha para demokratëve të diasporës në Belgjik se Edi Rama është autori kryesor i farsës elektorale. Ai theksoi se para zgjedhësve Rama përdori shtetin dhe gjithë burimet financiare për të blerë votën e qytetarëve. Kjo makineri ka ardhur gjithnjë të kurritur, duke u bërë më fuqishme, më e madhe. Kjo makineri gjigande është shteti i Berisë. Në çfarë mënyrë? Në këtë fushat ai u dha të gjithë pensionistëve 100 euro dhuratë, e ndaluar me ligj. Ju them këtu, kur ne kishim zgjedhjet, nuk i rristim rrogat derisa mbaronin zgjedhjet. Rroga që ishte një përcaktim i përvitshëm, detyrim i përvitshëm, por ne shtynim derisa mbaronin zgjedhjet. Se kështu është rregull. Ti nuk mund të përdorish fuqinë ekzekutive për të marrë vota. Fali 2 ditë para zgjedhjeve mbi 200 milion gjoba dhe interesa. Prokuroi gjatë zgjedhjeve mbi 500 milion euro, të gjitha të ndaluara me ligj. Të gjitha të ndaluara me ligj. Punsoi gjatë zgjedhjeve mbi 10.000 vet në qeverinë vendore dhe qendrore. Të gjitha këto për të blerë vota. Përdori pushtetin ekzekutiv për legalizime, leje ndërtimi dhe certifikata pronësie në mira raste, pa kufizime. Të gjitha këto asgjësojnë garën elektorale. Këto deklarata lideri i opozitës Sali Berisha i bëri përpara demokratëve në Belgjik, pak pasi nisi Parlamenti Evropian dhe u fol për farsën elektorale të 11 majit, ku nga Berisha u denoncua përdorimi i burimeve shtetërore nga qeveria për të blerë votat në zgjedhjet parlamentare të 11 majit.